Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbil alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes atij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Sot me lenin Allahu te bareke ve taala do të vazhdojmë me një rrafim të radhës. Mirë, po ky rrafim nuk është rrafim nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ky rrafim apo kjo histori dhe ky tregim është histori e Beni Israilve, apo për ndryshe e njohur Israiliatet. Israiliatet ndohen domethënë në kategori të cilat i kanë cek dietarët, ka vënë ko prej Israiliateve, transmetimeve të popullit të Benis, domethënë Ishakit, që cilën Beni Israil, të cilët vijnë tek ne. Mirë, po ndonjëherë ato janë me zinxhir të saktë, e ndonjëherë janë vetëm histori dhe tregime të cilat nuk do të thotë që kanë dispozita. Për arsye se për me thonë diçka është halal apo është haram, është e kushtuar që të jeshe e sakt, o të jeshe ajet, o të jeshe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se mbi atë ngritet një dispozit. Ndërsa te Israiliatët janë nxitje, shembull me bë vepra të mira, me bë istighfar dhe kështu me radhë. Andaj sot me rin Allahu te bareke ve taala e kemi një rrëfim të radhës nga Israiliatët, të cilën e ka cek dietari i mirënjohur Ibn Qudama rahimahullah. Ibn Qudama është një dietar i madh i mëdhëbit Hambeli, i cili ka shënime dhe libra të shumta. E ka cek te një njeri i cili pas ka qenë në kohën e Musës alayhis salam. Dhe kjo ndodhi ka ndodhur në kohën e Musës, ku populli i Musait alayhis salam kanë sprovu me një sprovë që nuk pas ka pas shi disa vite. Edhe thatësina e madhe e ka bërë që njerëzit shkojnë dhe të kërkojnë nga Musa alayhis salam që Allahu t'ju nxjerrë atyre shi. Dhe kanë shku dhe i kanë thonë Musës alayhis salam: "Ja Musa, lutë Zotin për arsye se anta kalimullah, ti e folsi Allah, që fol me Allah. Ud'u rabbak, lutë Zotin tan, an yusqina al-ghayth, që ajt na bere njeve shi." Atër Musa alayhis salam i ka morë dhe ka dal me një vend shkretire 70.000 veta apo ma shumë. Do numrja ka qenë i madh, 70.000 e ma shumë. Dhe ka dal dhe ka lut Musa alayhis salam Allahun xhalla shanu wa xhalla xhalalu. Dhe ka thonë: "Ja Rabb, o Zot, ne kemi dal me lip prej teje shi. Andaj o Allah i madhnushëm, lësho shi." Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu i ka thonë: "Ja Musa, në mesin e juaj është një njeri i cili ka bërë gjuna Allahut, mëkat, jo vetëm mëkat, po është krenu me mëkatin e vet. Andaj pa dal aj prej ati rrethit nuk zbres shi." Atëherë Musa alayhis salam thret me Zot të lartë e popullit vet dhe thot: "O populli im, në mesin e juaj është një njeri i cili ka mëkatu Zotit madhnushëm që 40 vjet. Andaj pa dal ai njeri prej mesit ton, Allah nuk lëshon shi." Edhe Musa e ban këtë thirrjet e popullit i tij, mirë, po përgjigja nuk është. Ai i cili pas ka bë mëkat Allahut, e pas ka ul kryt e tij dhe pas ka thonë: "O Zot, ja pas ka fillu të çaje dhe të pëndohet, o ti i cili më ke mbulu që 40 vite, po shmadhniën tane mosum po shtërso dhe mosum zbulo kush jam unaj mëkatari. Allahu madhnia, Allahu çish kanë kon qielli i pastërt, Allahu pas ka fillu të bane ret, edhe minjerja pas ka fillu shimera." E Musa, i cili ka qenë folë si Allahut, ka folë drejt për drejt me Allahun, i ka thonë: "Ja Rab, ti më thave mu që me dal dikush prej mesit ton, pi qitive 70.000, as kush nuk u përgjigj dhe nuk dul, ti lëshove bereqet shimin njerë." Allahu tha: "Ja Musa,
me pas kuptu dhe me pas çfarë pendimi dhe lutje më ka bë, nuk mujt apo ju përgjigj. Edhe Allahu te barekuhu te ala e ka lëshu shiun më njerë. Kjo është tregimi apo rrëfimi të cilin sot do ta zbërthejmë dhe do të flasmi. Kuptimi i plot i këtij rrëfimi do të thotë se pas ka qenë njëri mëkatar. Edhe ai mëkatari pas ka dashur që Allah mos ta zbuloje, dhe kjo është natyrshmëria njerëzore, që njeriu nuk guxon ta pranoje që mëkati i tij të zbulohet. Në momentin që njeriu i zbulohet mëkati, atëherë është një ndër shenjat që Allah s'do më ia fal. Për arsye se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, "Këtë ummeti tim Allahu do t'ja u fale." Këtë ummeti tim Allahu ja fal përpos atyre të cilët i publikojnë mëkatet e tyre. Përpos kujt? Përpos atyre të cilët i publikojnë mëkatet e tyre. Dhe ky njeri ka na turpnu prej Allahut. I paskar marrë kur Allah ka dashur ta zbuloje. Megjithse ki nuk i paska fshehtë popullive gjunohet, mi po nuk ka ditë cili është. Andaj në këtë rrëfim e kuptojmë që Allahu te barekuhu te ala njerëzit nuk i zbulon. Mi po Allahu subhanahu wa taala i afatizon, ju jep mundësi që të pendohen, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu natën e shrin dorën dhe thot, kush është ai që më ka bë gjunohet t'ja fali. Natën e shrin dorën, që ishte takon madhni sallat. Pastaj ditën e mëngjes, Allahu prapë shrin dorën e vet dhe thot, t'ja fali atij të cilët më ka bë natën gjunohet. Kjo është afatizimi që Allahu për çdo ditë Allahu na jep. Këtu vëllezër në këtë rrëfim një ashtu ndalemi te stacioni i parë. Mon e men, çdo herë kur njerëzit kanë problem duhet me gjetë ilaçin dhe zgjidhjen. Këtu e pam që populli Musait kur u sprovu me thatësi, punën e parë çka banën shkon te Musa alayhis salam. Andaj njerit kur t'i dhomë dhami ku shkon? Te mjeku, stomatologu. Kur t'i prishet keri, shkon te automekaniku. Don e gjen atë drejtimin të cilin ti e ki brengën dhe shka ki dertin tanë. Sot problemi a maj madhe, diku është te njerëzit vëllezër. Problemi a se nuk di njeri ku me shku. I dhem dhomja e vetë hoxhën, i dhem feja e vetë doktorin. Don kitë kontra. Don edhe pastaj lindin problemet edhe në aspektin shkencor, po dhe në aspektin fetar. Hoxha i thot dikuj ma Ramazan, ku doktori nuk i thame majtë Ramazan. Apo e kundërta, a i cili duhet të agjeroje, shembull, del dikush i thot ja ti i smut edhe mos agjero. A nuk është smuje fetare, e cila i përmbush kushtet, normal, shembull ka njerëz të cilët kanë smundje kronike, si për shembull është me diabet, dhe ka këshill nga mjeku që mos të agjeroje, ato hoxha nuk ka shka jep fetfati. Hoxha i përmbahet shka drejtimi të cilin i ka dhënë fetfa mjeku. Andaj këtu nuk ka kundërshtim. Problemi më i madh ku ndodh? Kur njerëzit nuk dinë te kush me shku me li përgjigje. Allahu shka na ka dhënë Kur'anin famëlart, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata të cilët dinë nëse ju nuk dini. Transmetohet një herë që pas ka shku një njeri dhe e ka vetë Imam Ahmedin, Ahmed ibn Hanbal, rahimullah. Dhe i ka thonë, o Imam Ahmed, a ka mundësi me më kallëzu prej një thesit mill sa buk dalin? Hoxhën, dietarin e ka vetë për buk. Ka thonë përgjigjen e kinesër. Edhe kjo duhet të jesë edhe edukata jonë, që ne kur të vesmi, kur të pyse dikush, kur të na vese dikush, me hulumtu, me lexu dhe pastaj me thonë përgjigjen. Bile Rahmeti pas shpirti Molla Idrizi tregoj këtë kurse ku më thonë përgjigjen më njerë. E kum një vetë me veshtë mi. Tha ser kum shku te shtëpia edhe njerë, e kum hulumtu, e kum lexu, anë ashtu, pastaj e kum thonë përgjigjen. Ne sot vëzër, hala pa e përfundu dikush pyetjen edhe na ka dalë se unë e dija po kupton. Edhe mos më kon hoç, po për hoxhallar s'po vesta, s'po folmi. Mi po edhe njerëzit e rëndomt janë bë mufti, fetfaxhi, më njerë japin fetva. Imam Ahmedi rahimullah pas ka arki njeri dhe i ka thonë ka mundësi me ditën sa buk i nxjerr një thes mill. I pas ka thonë përgjigjen të hap nesër. Edhe pas ka artë nesër më në ki personi, tinëm Imam Ahmedi dhe i thot, nga ki thes i bukve, i ki kaq, dhe më dalin kaq buk, nga ki thes i millit. Po thot, ku e gjete këta? Shkun Kur'an suneta, thot, po në Kur'an shkruan. Po ku shkruan Kur'an? Se ka dash ta zojë ngusht, ka thonë, a nuk ka thonë Zoti mamnushum Kur'an fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata të cilët dinë nëse ju nuk dini. Don udhëzimi është kur ti nuk din,
me shku me vetë djetarin, mjekun, automekanikun, jo ti mu bo krejt strukat, këtë drejtime tia i cili për gjithë shka di. Edhe kjo në gabimi maj madhë, vëllezër. Kur ne jemi të aftë për gjithë shka. Në realitet ne jemi të pa aftë, mi po ne pretendojmë dhe menojmë që jemi të aftë edhe atër dështojna. E këtu, vëllezër, dere dhe një sen në pahat të kirafim, që thirë si muslimani duhet të jesa aktiv vazhdimisht në kërkesat e njerëzve. Kur dikush ta lute për diçka, ta thire për diçka, mos pritoj me thonë, ja valla unë sot jam i zant, i kum majt një ders, edhe smujnë me ta sos punën tane. Kjo është për neve hoxhallarëve, në këtë rast. Kjo është kritik edhe për vetveten time. Që domethënë Musa alayhis salam është morë edhe me shiun. Kari ka thonë, ja Musa, unë du që ti të ndihmojsh populli vet. Kina nevojë që të bjerë shi, minjeri ju ka përgjigj. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam si që transmetohet, ju ka shërbi njerëzve, i ka pa në rrugë, i ka morë, i ka shërbi dhe me dorën e vetë. Edhe ju ka ndihmu, sa që Aisha radiallahu ta'ala anë e transmeton dhe thot, kur ka hinë dhomë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpinë time, të dhome e saj, thot a fal ult, pse? Nga lodhja që a bo dy kjo shërbi njerëzve. Kjo është kritik për mua edhe për kolegët e mi. Ne kena 5 kohë namaz, hesmi me kerre, me kravata, me tanat mirat, me klima, me nxemje. Kur vjen puna, u don pak ma shumë munu, jam lodh sot. Po shak i bove, i kum fal vaktet. Po këti fal mi vaktet. Do të thot, Zot na ruaj, kjo dukuri e përtacis, dembelis, du të ikët nga fjalori i jon, i thirrsave, i hoxhallarëve. Du të isa aktiv, atë sa është e mundur. Nuk kam të thonë tash me shkumi infuzite dikush, po kur ti je i aftë, jo me pritue, po dush më konë shërbimin e popullit tanë, në shërbimin e xhamatit tanë, aty ku talib veni, ti më u përgjigj. Kjo ka qenë edhe udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur njëri erdh dhe e veti pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, apo njënën prej grave, saksisht, dhe i tha, çka bën Muhamedi alaihi salam? Tha falet natën. E çka bën ditën? Tha axharon. Atëre kënë 3 djelmosha, njëri prej tyre tha, une nuk martona se martesa më pengon nga angazhimi. Tjetri tha, une vetëm do të axharoj, nuk e prishja axharimin, edhe gjatë vitit, jo vetëm në Ramazan. Tjetri tha, nuk do të flej hiç natën, vetëm do të falem. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tregoi njerëzillukun, natyrshmërinë dhe tha, me të vërtet une martona dhe nuk më pengon martesa nga angazhimet. Une tha axharoj, po edhe e prishi na file normal. Tha une falne, po edhe pushoj. Andaj ju porosis për sunetin tim. E kush largohet nga suneti im nuk është prej meje. Të nderuar vëllezër, kjo është baretje për neve e ceka të kjo pikë, që të jemi aktiv. Edhe ki selam shkon për mu dhe për kolegët e mi, që aty ku e një veni të jemi më të jemi më të nevojshëm, të kontribojmë aty ku është më e nevojshme. Allah në bof të sinqert edhe në dhash kovet dhe sinceritet në rrugtimin tonë, ja Rabbel Alamin. Më pastaj Musa alayhis salam mur rrugën me dal vëllezër me bë dua. Nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëllezër është kur nuk ka shi, njerëzit me dal dhe mu fal dhe thirret namazi i shiut, apo në gjuhën arabe salatul istisqa, namazi i shiut. Edhe aty del imami dhe e bën një namaz 2 recatash, që është i gatë me falën. Mirë po aty është e proferuar në këtë namaz jo me dal me tesha të mira, me dal dikun jashtë, siç dihet kush ka shkuar në xhaminë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku është në anën e djathtë xhamia, domthon Umama që thirret, aty Mesjid Gamame realisht, ku është fal Ebu Bekri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka fal namazet e xhenazeve aty ka fal namazin e shiut, domthon jashtë xhamisë. E çka ka ndodhur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon me vesh gjybën ka e propja. Bile sot e sot imamat në tokat arabe kur dalin me fal, e veshin shembull ato shamijat, i veshin pak më të rëndomta, jo më të pegllata. Pse? Me kallzu modesti dhe për ulësi para madhnisë së Allahut. Me thonë, Allah, unë kam nevojë për tije. Do të thot, ata njerëz kur dalin me tregu nevojën për Allah. Andaj edhe duaja vëllazër, atë sa njeriu i përkulet Allahut, tregon nevojën e tij, tregon që ai është nevojtari, fukaraja, aq më shumë Allah i përgjigjet. Andaj njeriu në komoditet, të konë shtëpi, të konë xhamiat me klima, me drita, me tanat mirat e Zotit, pakas është ma komod, e ka nxet, e ka flat bili kur na vend nxet, çelni xhamat, bëhet ftoft, msheli xhamat, shlen nxemjen,
nuk është ajo koncentrimi të Allahu te bareke ve taala. Andaj Musa alayhis salam i mu 70.000 veta me dalë në shkretir. 70.000, jo 70. Në 70.000 thirë hoxha, hajde ta folmi namazin e shiut së një gjenë, se janë të zantë. 70.000 lipsën s'ka, a beshisa të ura, o që ndash se inshallah del dikush falet për neve. Edhe kjo është e proferuar dhe sunet kur nuk ka shi me dalen dhe me falë, dhe më thonë muftia, krye imami i qytetit apo i shtetit, me falë namazin e shijut kështu thirët dhe përbat prej 2 recatëve. Si do të qofë Musa a.s. dur me popullin e tij në shkretir. E pse dur në shkretir? Me tregu për ullësien, nevojën për Allahun subhanahu wa taala. Andaj edhe ju lutjet kur t'i bani duat, mundoni mi tregu Allahut që ti je nevojtari. Ti e te Allahu ai shka ki nevoj. Allahu thot në Kur'anin famëlar: ja ju nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni fukara dhe nevojtar për Allahun. Wallahu huwal ghani. Allahu është i pasuri. Allah s'ka nevojë për neve. Allahu thot në hadith kutsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu thot: o bita Ademit, çosi i pari prej juve, edhe i fundi prej juve, nga insit dhe xhinat, tu bone me një vend dhe kërkojnë prej meje diçka, lypin prej Zotit, dhe Allahu i përgjigjet secilit prej neve në lutjen dhe nevojën e tij. Nuk i mangson, nuk i ban dam. Kur gjo Allahut atë sa munat me fut gjilpanën në det të ujit, në det, edhe me nxjerr një pikë ujë. Sa mundet mi bë detit dam? Kur gjo si ban? Atë që munat Allahu këtë neve me në u përgjigj. Andaj ti kur ta lutish Allahun, dije që i të lut një Allah tek i cili depot, magazinat e Allahut nuk sosën. Janë secilit mi u përgjigj, të Allahu nuk sosën. Andaj mos kujto që Allahut mi lip 1 milioner janë të Allahut shumë, jo pak janë për të Allahut. Andaj lute normal duke i marrë sebepet, jo të në shtëpi, inshallah bëno milioner. Ama duhet me punuar për me bëu milioner. Mi marrë sebepet. Nëse je domthon njëri i cili punon, Allahu subhanahu wa taala ka me të sill edhe suksese me lejen e tina. E këtu vëllazër e lutën Allahun te barekuhu teala. Musa alayhis salam. Mirë, po këtu del mos edukata që e kanë pas populli Musait. Shpeshherë ben Israelit me pejgamberët janë të pa edukueshëm. Andaj sahabet kur e kanë lexuar jo rastisht rasti i Musait është rasti më shumë ti që përsëritet në Kur'an. Andaj se aty ka shumë shembuj. Shumë Allahu ka dashur na edukoje. Shembull çka i thanë këtu? O Musa, ja Kelimullah, o folsi Allahut. Njerëzit kur janë nevojtar, e di ç'është vënë emërtime. O hoxha jon, o njeri më i mirë, o s'ka sigurti. E sosin nevojën ne të shisha, nuk njeh kush je. Mirë po, në momentin që ai ka nevojë për ti, i gjen tana emërtimet e buta dhe të mira. Krejt, ti je më i miri, ti duhet shumë. Ama në momentin që ja kryen nevojën të harron. Kështu kanë qenë ben Israilat. Ja Kelimullah, o folsi Allahut, o Musa, minjerë thirrën me nofkën më të mirë, o folsi Zotit. Pa edukata minjerë tha: ud'u rabbek, lutë Zotin tan. Nuk thon ud'u rabbena, lutë Allahun ton, Zotin ton, po Zotin tan. Mirë po, Musa alayhis salam ishte i mëshirshëm me ta. Edhe u friksoi që Allahu mos i dënoje, andaj e luti Allahun dhe tha: ja Rabb, o Zot, na ka kaplu thatësina, andaj o Allah i madh, sjell shiti ja Rabbi dhe rahmet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu na ka mësuar. Njeriu kur ta lutë Allahun për diçka me thonën: o Allah, sjellëm këta edhe bane bereqet, bane rahmet. Shembull, ka një xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në njeri, pejgamberi akon duke mojt hutbën, ka një njeri dhe i ka thonë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, s'ka pas Enes e transmeton hadithin, radiyallahu anhu, Anas ibn Malik. Hini tha një njeri, një bedevi në xhamin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Rasulullah, lutë Allahun që Allahu cilë shi se vdekën baktit, lop, devet, kuajt janë duke cof, edhe njerëzit janë duke vdek nga ajo që nuk ka ujë. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha: o Allah, na sjell shi të bereqetshëm për rreth neve dhe bane të bereqetshëm mbi ne dhe rreth ne dhe mos e ban të dëmshëm. Tha Enesi transmetuesi hadithit: wallahi, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte duke u fal, s'ka pas tavan. Tha nuk pa të re, nuk pa të mjegulla. Për njëherë Allahu i sjelli mjegullat dhe ja filloi një shi duke ra. Një avren deri në xhumën e arshme. Derisa i njëjti i cili e luti pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam,
Hini tha, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha për hatër të fëmijëve, e të pleqve, e të grave, e të baktive, lute Allahun që Allah të nale shimin se në boni helas në rambeu, në boni krejt po plaf. Subhanallah. Thot Enesi radiallahu anhu, ka shi rëmbishëm, ka shi që sunal ke hiq. Për njëherë i qoj dur pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, tha, o Allah, bane këtë shi të bereqetshëm dhe largoje prej neve dhe bane përreth neve dhe kodrinave dhe kodrave jo mbi ne. Tha Enesi, për njerë u bo që shke zi, qeli i Medinës u bo qeli i hapur dhe u nal shiju. Kjo do me thonë, duaja e pejgamberve është kabul, kur pejgamberët bajnë dua. E këtu Musa a.s. e luti Zotin, tha, ja Rab, anzila alejnë el gajth, o Allah, o Zot, zbrit mbi ne shi. Mirë për përgjigja u vanu. Musa pe lutë Zotin, Zotin nuk përgjigjet. Musa pe lutë Zotin, Zotin nuk përgjigjet. Sër ne i kina që dur dhe i kina dhënë, o Allah, përgjigjmo, o Allah, përgjigjmo dhe përgjigja është vanu. Shumë herë. E Musa a.s. e lipi i laqin minjerë, ja Rab, pse s'po përgjigjesh? Unë jam duke të bo duop, shkan se bepi që ti nuk përgjigjesh? Ja Musa, në mesin e juaj është një njeri që 40 vjetë mban gjuna, që 40 vite aj edhe krenohet me gjunajet e tina. Andaj pa dale aj, se unë jam i hidhrum, pa dale aj unë nuk e zbres shijun. Subhanallah. O vëllezër të nderuar, sër ne i qena dur dhe e lutmi Allahun dhe Allah nuk na përgjigjet. Fajna ka kojshia, fajna ka shteti, fajna ka komuna, fajna ka aj, për gjithë shka shkakate në mesi jonë që nuk ka bereqet. Edhe shpesher ne fajsojnë atë tjerët para se me drejtu gishtin tek vetvetja jonë. Ne tjerë ti fajsojmë, harojna që nejna fajtorët. Nejna atë të cilët e gjujmë bërlokun, i fajsojnë atë tjerët. Nejna atë të cilët ndërtojmë shtëpia, me nërë shanca neve. Pa këtë shkuptime, inshallah jeni matë mirë se sa më duke mendun. Në shpijat kur i ndreqme e dini, shkallti që ismin rrugë, kontat e gjubreve, për jashtë në sokak. Edhe këtë kjo është rezultat i veprave tona. Edhe pastaj ne i qena dur, ja Rab, o Allah përgjigjmo, Allah përgjigjmo. Pa Allah nuk përgjigjet. Se ne Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli deri sa ata nuk dëshirojnë me ndryshu gjendjen e tëre. Nëse e lyp në një njeri të përkrym, me na udheq, mu konën hoxh ma i mirë, mu konë kryetari ma i mirë, krye familjari ma i mirë, ama ne me vedh, ne me bodalavera, ne kret, ama i ka fajet. Edhe ne kur i qena dur, që tërkush ne i ka fajet. Mirë po, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në ka mësu dhe ka thonë, që një njeri pas ka darë në rrugë, i plunosur, i raskapitur, i lodhur, i pas ka që dur dhe pas ka thonë, ja Rab, o Allah, Allahu nuk ju pas ka përgjigj. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonë, e dini pse Allah nuk ju ka përgjigjen? Tha për arsye se ushimi i ti është më haram, hajen e ti e ka ble më haram, veshmbathjen e ka më haram, pijen e ka më haram, e qysh Allah më ju përgjigj atina? Nuk i përgjigjet Allahu te baraka wa taala. Andaj vëllezër, Musa a.s. i qoj durt, ja Rab, pse nuk përgjigjesh? O Musa, shkaku që në mesin e juaj e një njëri më katar gjënaçar, pa dalaj nga mesi juaj nuk e baj. Ne a kina këshirë ka njerë kur i qena durt, me thonë, o Allah, unë jam të lip prej te i shërim, jam të lip mëshirë, jam të lip rahatlëk në familje, në grujen time, fëmijët e mi, edhe munar me thonë, pësa Allah së përgjigjet? Pikajmë të fitu pasurien, e kam pasurien të ima halal, ha? Ndodhin sprova, neve na ka faj mësyshi, hajde të hoxha me shku për mësyshi. Ndodhi shka na ka bo sehire dikush, ndodhi shka na ka gjelozi dikush. Po mirë beti do ma qena, këtë shkupi është i smut pi sehire sa. Këtë njerë ne jemi të sëmura, po jo vëllezër. Problemi diku që ndronë, se ne nuk dëne me gjetën atë defektin në vetë vetën tonë. Neve me na thonën, ta shti këtu 70.000 vetë më konë. Dhe thot Musa a.s. mesin e juaj e një njeri që 40 vjetë Allah të i banë gjuna, në të dale. Subhanallah. Në kete, di shka bëjmë? Kete libna di kanë qetër, këthemi në gjathën dhe të shmajt. A mos ka kia, mos a ki. E libna tjetrin, jo vetë vetën tonë. Ne me nëna që qetër kush është? Ki njeri mini e remur mbi supet e veta, e diti. Do nuk ja gjujti dikuj tjetër, me thonë, fajt i ka dikuj tjetër. Valla be, unë jam domaqina, ma grujen se kam domaqin mi harxon paret e shpia. S'po di me marru jemekin, s'po di me kursi rrimën, s'po di me paguj ta dhe me ba ata. No, serja ka fajt dikuj tjetër, jo ki. Edhe andaj edhe së mundja vëllezër nuk gjindet. Allah na përmisoft ja Rabbel Alamin. Andaj në këto momente, vëllezër, ki njeri tha ja Rab, o Zot, kërkoj prej Zotit mëshirë, kërkoj prej Zotit
falje. Tha o Zot, që 40 vjet unë ti të kumbo gjuna. Që 40 vjet. Ama ti i koni mëshirshëm. Ti më kim mbulu mu, nuk më kish palos. Atëherë Allahu subhanahu wa taala vëllazër e don njërin kur njëri pendohet. Mon amen. Me shku të Allah me gjunoj sa toka dhe qetë. Hadithi është kutsi i vërtet, ku thot Allahu të barë, o robërit e mi, që se vini të ku me gjunoj sa kodrat dhe qetë, sa e gjonë, e madhe, hapsira, ju vini të ku dhe kërkoni falje. Unë e kini me gjetë, unë e falje atë sa këni bot gjunoj. Me këni kusht, mos me mbo mu ortak dhe shirkë. Kjo është kushti. Në të Allahu subhanahu wa taala, shko Allah, serë që ti ishë në dertë, kërkoj i lachin. O Allah të pendonë, unë këmë bot gjunoj. Që i durët? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, jepëm nga të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër dhe shpëtom nga dënimi i varrit. Kjo ishte lutja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi. Mirë po, Musa kur i tha këtij njeriu me dal, ky njeri e uli kryet, e mbuloi, ja filloi të çaje, të kaje. Derisa tha o Allah, këtu emri El Halim, emri i Zotit Halim. Emri i butit, që të thot i but, Halim i but. Allahu këtu e përdori këtë emër dhe këtë cilësi, butësinë e tij. Dhe nuk i zbuloi identitetin kush është ky njeri. Sot ne nuk e dina. Kush është ky njeri i cili ka bëu Allahu më 40 vjet nuk e dina. Tha o Allah, 40 vjet më ke mbulu. O Allah, po është madhnin tonë që mos më zbulo zbritshi. Subhanallah. Allahu mini e rezbriti shiu. Allahu e don robin e vet kur pendohet. E don Allahu subhanahu wa taala robin e vet kur i kthehet. Allahu subhanahu wa taala mëkatet njeriu që e ka bërë mundësi është mëkatet që shndron në sevape. Gabimet në sevape. Kjo mëshira e Allahut, o vëllazër, mos më up imitin. Ej, un kum bo gabim edhe ndoshta Allahu s'm fal. Jo, Allahu të fal. Allahu do. Saçë Imra'atul Ghamidiyye. E keni dëgju rasin prej shumë hoxhallarëve një gruje e cila e ka bërë një akt në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, ka bërë zina. Kur ka bërë zina, normal ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Rasulullah pastrom nga gjunoi, sa i cili pastrohet në këtë dunjë, Allahu nuk e dënon botën tjetër. Dhe ka qenë shtatzane, ka thonë lindë fëmijën, pasaj që e ka lind, ka thonën në të bëhet me hongër vetë, në të bëhet kështu, derisa ja ka lip do etapas, po du me tregu këtë tregimin, po shka du me tregu këtu si dëshmi të ndodhijes, ja kanë fillu me gurzu. Duke gurzu, njëni prej sahabëve i gju me gur e godet gjaku i saj në trupin e ti. Në gjaku e asajna, duke gurzu, i bje në trupin e ti. Edhe shka ndodh? E malkon. I thot, e papastër ta, ngoditi edhe mu të gjaki jëti papastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini çka thot për këta? O du Allahi, kjo pendu me një pëndim të sinqert, që Allah ja ka bo kabull, me bo me shpërndon Medine, apo në mesin e 70 burrave, ju kish mjaftu, subhanallah. Kjo është Allahu, edhe zinaçarin Allahu e pranon. Edhe ai cili ka bo gjunohet të shumta. Ne nuk kemi drejt me ndërhinë me të Allahu dhe njerëzve të cilët pendohen të Allahu te bareke o tëra. E ki njeri, tha o Allah që 40 vjetë këmë bo gjunohet. Subhanallah. O Allah fale muhe. A i në nërën e herë me thonë, o Allah unë i kam 40 vjetë, unë s'kam shumë namazë pa falë. O Allah unë i kam shumë gjunohet pa që këmë bo. Mi drejtu madhnisë Allahut sinqerisht kur ki ndë një nevoj. Njeri du të melon në depon e vetë të nevojave, me lona ibadet, që kina më ardhë inshallah të rëfimet e radhës në ditët në vazhdim, ato rëfimi 3 personave që kanë hinë në atë shpelën, do të tregojmë inshallah, me pos depon tonë kur ti qesh duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala. O Allah më thon kështu dhe kështu, për arsye se njerëzit kur vin nevoja e harojnë Allahun te bareke wa taala. E ki njeriu Allahu ja zbuloi, më falni, ja mundsoj mos mu zbulu, edhe ja boni kabull duan dhe rashiu. Vëllazër, Allahu subhanahu wa taala e don pendimin. Allahu me pendim i sjell seher, kanë thonë ulemoja kështu. Kur jeni në mirësi, falenderoni Allahun. Ki rahatin shpejt, ki me hongër dhe me pi, ki familje të rahatshme, ki të begatshme, mundohu vazhdimisht mundohu me falenderu Allahun. Pse? Falenderimi i shton të mira. Ta Allahun Kurani famëlar, wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni, unë do t'ja ushoj të mirat. Ndërsa kanë thonë kur ki mos sukses dhe mos ski bereqet, mundohu vazhdimisht me boj istighfar. Istighfari i sjell të mirat. E një njeri të Hasan al-Basriu rahimullah dhe i tha ja Hasan,
Une nuk kam fëmijë, tha thuj astaghfirullah. Tjetri herë tha nuk kam rati, thuj astaghfirullah. Tjetri tha nuk kam bereqet në pasuri, tha thuj astaghfirullah. Ai shka ken nga Hasan al-Basriu i tha ja Hasan, këtë duke i thonë astaghfirullah me thona. Tha vallahi nuk jam duke thonun, po ka thonë Allahu i madhnushëm Kur'anin famëlar, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. O populli im, tha Nuhi, kërkoni falje te Allahu. Allahu kam ju sjell bereqet nga qielli dhe kam ju qit nga mirësitë e tokës, do t'ju gëzon me fëmijë dhe me pasuritë e bereqetshme. Kjo është, tha ilaçi, ser kur dikush nuk ka rati në shtëpi, le të bëj istighfar. Edhe ky njeri bën istighfar dhe Allahu e sjelli shiun. Të nderuar vëllezër, pa dash me zgjat shumë siç e dini, nuk kam dëshirë më shumë se 30 minuta, po më duket pak e kalum. Do të mundohemi tash të ndalemi te dobitë të cilat duhet t'i nxjerrim nga ky rrafim. Të nderuar vëllezër, padyshim që sicilla stacion të cilën unë alëm, aktivizimi i njerëzve me shku me kërku ilaçin, aktivizimi i thirrësit në shërbimin e nevojtarve dhe të komunitetit ku jeton, pastaj mi u drejtu Allahut në çdo nevojë, si për shembull namazi i shiut dhe me lip nevojën të cilën e ke, pastaj njeriu mu mundu, mu kon sa më i përulur dhe modest kur të kërkoje prej Allahut, jo me një madhësi. O Allah, unë kam nevojë, si mos ja baj çarën. Jo. Edhe thënie e gabueshme. Thënie e gabueshme dhe u tërhiqi vërejtjen. Me thonën, o Allah, jepi atij që s'ka, sa ai që ka e gjen vet, ose ai që punon e gjen vet. Kjo gabim. Allahu i jep edhe atij që punon dhe atij që s'punon. Mi po ne duhet me thonë, o Allah, jepi edhe atij që punon, t'i jape bereqet, edhe atij që s'punon, Allah t'i jape menën me punu dhe t'i jape bereqet. Se ai shka punon e gjen vet apo e fiton vet, kjo gabim, se Allahu është ai i cili edhe atij dhe atij jep. Mjashtu, stacioni i radhës që e cekëm ishte që njeriu ta fajsoje vetveten çdo herë, jo me lip te dikush tjetër. E thon, nduket se çetërkush në mahalli ka. Apo bu poplava, apo don, na miti shiu, nduket ai ko shia pi gjun xhubret mrena në kanal. Ai ne keti xhujna. Mon na shanca keti xhujna mrena me borllokin kur e prish mi shtëpinë, me kret, edhe pastaj ja xhuna çetërkuj. Ai ko shia nalt kur e ka prish shtëpinë, i ka xhujt betonin në kanal para ta pazinjet kanallit. Jo marr vëlla, edhe unë edhe ti kur e ndriçmi viçin mi shpat gjatë se harroni ata nalt edhe e xhujna mrena. Andaj edhe ndodhin këto, në fajsimin e lipmi të tjerat, jo të vetvetja. Andaj edhe nuk ka sukses. Andaj edhe jemi aty ku jemi për fat të keqin. Pastaj stacioni i radhës ishte që me mirësit shtohen duke falenderu, ndërsa begatit dhe mungesa e mirësive vjen me kërkimin e istighfarve. Dhe padyshim që Allah e pranon pendimin për çdo kujt, edhe zinaçarit, edhe vjetësit, edhe krejtve, edhe sihirbasit, çose pendohet, Allah ja pranon pendimin e tij. Pa dash me hi shumë, dobit shumë shpejt do t'i ceki. E para prej dobive është pengesë në realizimin e pranimit të duas është mëkati. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibu. Me të vërtet njeriu privohet, i bote pa mundur haram, me arrit një mirësi që do të thotë e ka lut Zotin, për shkak gjunohet që e ka bën. Andaj edhe këtu u pengu shiu derisa nuk u largu mëkatari nga mëkati i tij. Ser që don që Allah me ta zgjidh problemin, me të rahatu, rregullu punët e tua në familjen tënde, bën gjuna. Njashtu është Allahu subhanahu wa taala nuk e ndryshon gjendjen e një popullit, e një shoqërie, e një familje, derisa ata nuk e ndryshon gjendjen e tyre. Në me bëj istighfar. Dhe këtu e pom që ki njeri nga ajo që ja krenu, se njeri kur të ban gjunon një herë i vjen mare, mon e men. Një herë i vjen mare, dy i vjen mare, tre i vjen mare, mo i bot adet, i bot tradit. Abe kur gjo, kete din që abe hoxha shajke, abe sprish punë se mo kete kanë morë vesh. Hoxha si ven një herë mare me shah, kushtimisht zot na ruaj për kësaj dukurie. Dytën herë, tretën imsohet goja, abe marrës xhamati patin, abe e dina ki hoxha shan kur nervozohet. E dina këta leje. Kjo bot tradit, gjunoj bot tradit. Edhe Allah nuk e ndryshon gjendjen derisa ti nuk ndryshohesh. Dush mu ndryshu vllai nderuar. Dobia numër 4 është Allahu e ka rahmetin e madh. Nuk duhet njeriu asnjëherë ta upe ymidin nga rahmeti i madh. Dobia numër 5 është ta llogarisim vetveten para se me llogarit, me na llogarit Allahu subhanahu wa taala.
Andaj ka thonë edhe Hazreti Omeri radiallahu anhu, llogaritin e vetvetën para se ma arë një ditë ku ka llogari dhe nuk ka mundësi për veprim. Se sot ka tha punë dhe nuk ka llogari, ndërsa nesër ka llogari dhe nuk ka mundësi mu përmisu dhe me punu. Një ashtu, dini që Allahu subhanahu wa taala nga dobit është në nevojat e njeriu duhet me bë dua. Në këtë dyrë të rëkasmi, njofësi në komun, njofësi në polici, njofësi në spital, njofësi ati, apo i kiqu dur në erë të Alloj, njerë t'i gjej këto lidhjet mas e të Alloj. Jo sefte të Alloj, mas e lidhjet e qera. E para është lidhje me Allahun xhelle shanu wa xhelle xhelalu, kjo është lidhje e parë. Pastaj të tjerat. Një ashtu, edhe pika e fundit prej dobive, ma në mend që Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjeve kur thirret ezani dhe kur bie shi. As sunet, kur bie shi, njeriu me bë dua. Kur bie shi me bë dua, dhe kjo ka qenë tradita e pejgamberit thonë sallallahu alaihi wasallam, bile një prej dobive kur bie shi vëllazër, është e preferuar njeriu ta zbulojë një pjesë të trupit të tij, jo të mbulohet, kur nuk është i rëmbishëm ose është në shtëpi dhe e di që ka me hek maicën ose atë bluzën shka e ka, është sunet që të zbulojë trupin, ta lagë trupi i tij, të lagë trupi i tij nga shiu, për arsye se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam dëshirë të më godasë shiu, për arsye se është krijimi më taze i Allahut. Krijesa më taze e Allahut është shiu. Andaj kam dëshirë se ajo është rahmet, të më godasë. A mi qartë? A mi kur bire dikush kokriz me thonë huxha ta me dalë, mëse më qënim dënoni mua. Edhe kështu që njeriu duhet me pas kujdes që me bon këta edhe ai i cili është i smut prej sehrit. Ka thonë dietarët, kush është i smut prej sehrit ose nga magjia, lejohet me t'u bu një sasi të shiut, edhe pastaj mu pasru me ata. Argument pse ka qysh tek, kanë thonë për arsye se në luftën e Bedrit ishin muslimanët 300 vetë, ndërsa mushrikët ishin 1000 dhe filloj të friksohen nga cytja, nga vezvesja që obeke shejtani muslimanëve, ju jeni pak, ju jeni kështu, ja fillu mu friksu. Mirë, po këtu ishte shejtani. Në surën Al-Anfal, Allahu subhanahu wa taala tregon dhe thotë se Allahu sjellli prej qiellit shi li yudhhiba ankum rizza shejtan. Allahu sjellli shi që ta largojnë nga ju vezveset e shejtanit. Andaj ka thënë dietarët, lejohet, disa prej dietarëve normal, që është e preferuar ai i cili ka menim që ka sehr, ka mësysh, ka haset, lejohet me marr shi pak edhe me bën nga ujiti i shiut, të cilin e ka tubu me pastru kokën e tij. Elus Allahun te bareke ve taala, që Allah na i falë mëkatet tona, Allah na bëhet të kujdesshëm çdo herë kur ti lutemi Allah të jemi nevojtarë dhe të tregojmë modestinë tonë, Allah na bëj nga banorët e xhenetit, Allah ju shpërblet për sabrin dhe durimin që na dëgjut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah shpërblet.